Punojësit social raportojnë se problematikat më të shpeshta që adresohen nga fëmijët dhe adoleshentët në linjën kombëtare ALO 116-111 lidhen me situata të vështira sociale dhe emocionale. Ndërto renditet shfrytëzimi ekonomik i fëmijëve në situatë rruge, një fenomen që vijon të mbetet shqetësues dhe që është raportuar më shpesh, bën me dije drejtuesja e linjës së këshillimit për fëmijë. Gjatë vitit 2025, mbi 10.000 telefonata është shërbyer nga ana operatorëve, psikologëve dhe punonjësve social që punojnë pranë linjës. Problemet që përcjellin më shpesh fëmijët dhe që neve mrej gjatë këtij vitit janë problematikat e shfrytëzimit ekonomik të tyre të fëmijëve në situata rruge, që ka një rritje të numrit. Sipas të dhënave, grup mosha 14 deri në 17 vjeç paraqet gjithnjë e më tepër shqetësime të lidhura me bullizmin në shkolla, ankthin, stresin dhe depresionin, të cilat në disa raste shoqërohen edhe me tendenca vetvrasjeje. Është një problematikë e shtuar, duke filluar që pas Covidit nga viti 2020 e në vijim është shumë fishuar si problematikë dhe si shqetësimi fëmijëve. Bulizmi në shkolla, dhuna në familja, po ashtu janë shqetësime që referohen nga fëmijët dhe të rinjt. Në përpjekje për të rritur ndërgjegjësimin dhe për të ofruar mbështetje, linja kombëtare ALO 116-111 ka zhvilluar një fushat informimi në shkolla. 4.000 vajza e 3.800 djemë që neve i kemi vizituar në shkolla, i kemi ndërgjegjësuar për bulizmin, për pasojat e tij, për mënyrën se si mund të menaxhojnë konfliktet, për mënyrën se si mund të komunikojnë. I kemi prezantuar edhe me linjën e këshillimit që në çdo rast kanë një fort të besuar për shqetësimet e tyre që ngelen konfidenciale. Linja kombëtare e këshillimit falas ka në dispozicion edhe platformën isigurt.al, e cila ndihmon në raportimin dhe trajtimin e rasteve të rrezikut online.